Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që më shohin për herë të parë dhe nuk e din se ku kanë ardhur, unë jam Anisa dhe ky është kanali im i YouTube-it. Sot më në fund do të kemi një video të re. Do më pyesni dhe më keni pyetur në Instagram, ju faleminderit shumë për juve që më keni pyetur dhe jeni interesuar për mua. Jam mirë, por kam pasur një problem të vogël shëndetësor. Nëse ju kujtohet te videot më parë që bëra një vizitë të zemrës dhe më doli shumë mirë dhe më thanë që je shumë mirë, nuk e asgjë, ndoshta stresi. Dhe nuk ishte stresi, ishin tiroidet e mia që nuk po funksiononin shumë mirë, edhe mua më bënin që të kisha dhimbje këtu dhe të ndjesha sikur dikush më kishte shtrënguar fytin. Por fatmirësisht kjo gjë u zgjidh, edhe mua tani më erdhi dhe zëri, sepse nuk mund të flisja shumë dhe prandaj kam munguar, por më në fund u zgjidh e gjithë kjo dhe ja ku jam, po bëj me juve një video. Kështu që siç e keni parë dhe nga tema, sot do të kemi një haul për vjeshtën. Më në fund erdhi koha që ne të gëzojmë vjeshtën dhe më në fund jemi freskollik. Na iku kjo vapa e të meshme që kemi vuajtur shumë dhe le të fillojmë. Hauli do të jetë nga Pepco, por është grisur sepse Oreua u fut dhe donte të shikonte se çfarë kishte brenda, edhe shikoni dhe rrëmujën këtu. Është kjo qiriu këtu që e kam marrë tek Pepco. Të gjitha produktet që do t'rregoj tani janë nga Pepco dhe është kjo këtu. Tani ju nuk e ndjeni erën. Por ata që e kam blerë këtë e din që kjo ka njerë kanellë aq të fortë sa merr edhe shtëpia erë dhe vendosa që t'i gjej ndonjë vend të bukur që ta kam edhe një tjetër, por kjo është me kungull, edhe nuk dua thot hello auto. Mirë se vjen vjesht dhe të them të vërtetën kjo më pëlqen më shumë nga këto kërpullat. Edhe kjo e bukur, por duket më shumë këtu. Dhe do t'i gjejmë një vend e video tjetër, do t'i dekorojmë së bashku. Kam blerë përsëri një tas për të pirë me Hello Pumpkin, sepse ajo që kisha mu thye dhe u detyrova të blija një tjetër dhe çmimi ka qenë shumë i ulët, ndoshta €1.50 dhe të them të drejtën, të shijon shumë çajo. Ne o t'i përshtatemi vjeshtës 100% o fare. Kam bler një produkt që është për larjen e enëve dhe është kjo kungulli i bukur këtu. Po mendoja me vete çfarë kam haruar nga produktet. Kam haruar një gjë kryesore që në fund do ta marr, nuk duken aty, drita. To janë me të vërtet super shumë të bukura dhe unë nuk i kam parë sepse Oreua për këto po kontrollonte, se kam dhe një palë tjetër që i kam hequr nga kutia dhe t'ju tregoj pak sa të bukura që janë. Ktu ka kungull, gjethe jeshile, lajthi dhe gjethe të verdh, ka 2 lloj gjethesh dhe është super e bukur. Këto dua që ta vendos diku tek pasyra ose të shikoj ku do të më pëlqejë. Produkti tjetër është kjo dhe i kam vënë këtu bateri për t'i provuar. Janë super shumë të bukura, janë kunguj dhe është fantastike, shiko sa bukur duket. Një produkt tjetër që unë më në fund do t'i heq nga kutia e vet dhe janë këto 2 kërpullat këtu që shërbejnë për të marrë, për të bërë kolacionin, për çfarë të doni juve, për të ngrënë mëngjesin. Shikoni sa e bukur që është. Mua më pëlqen shumë. Dhe për €5 kanë kushtuar 2. Mund t'i kishit marrë nëse se tani po dalin gjërat e vitit të ri. Mund t'i kishit marrë me një shoqe, edhe i ndani €2.50 njëra, €2.50 tjetra. Në vjet e kisha marrë një, por mu thye dhe ajo gjatë transportit nga shtëpia deri në magazin dhe bleva një tjetër. Shikoni sa e bukur, nuk ja zë dot fytyrën. Shikoni sa e bukur që është dhe mund të bësh një pije vet këtu dhe ta pish në video, do ngjaj perfekt. Dhe është kjo këtu, ka brenda
edhe lëngun e saj që t'ja edhe shtu, por nuk ka të bëjë fare me shien e vjeshtë, sepse është me pjesh, kështu që unë do ta hedh këtu, do hedh gjysmë këtu, gjysmë në një vend tjetër që të mbaj erë e mirë shtëpia, edhe kam vendosur që të bëj një dekorim të bukur. Ka marrë tek përsëri te Pepka këtë lajthin e bukur dhe kanë erë me të vërtet fantastike. Mua më pëlqejnë shumë dhe do bëhet një kombinim kafe e bukur. Këtë dhe këtë produkt nuk e kam bler tek Pepko. Gjithashtu dua t'ju tregoj edhe këto janë për muffins. Këtu brenda ka një gjethe, një lule djedhi, një kungull edhe këtu lajthit që unë gjithmonë i haroj emrin. Po, edhe kjo dhe kanë kushtuar shumë pak lek, €1.50 se ka çmimin këtu mbrapa, nuk ja kam hequr. Dhe unë do preva 5 minuta dhe dua t'ju tregoj këtë mbajtsen e një qeriu këtu që mund të vihet edhe në formë korpulli, edhe në formë mbajtsen e qeriu dhe këtu mban një qeri më të madh. Dua t'ju them që këtë e kam bler tek Kik. Gjithashtu tek Kik i lëm mbrapa se nuk dua që të thyen. Gjithashtu tek Kik kam bler edhe këtë që është në të vërtet super e bukur, që kam parë në xhiro që kushton shumë dhe unë e kam bler për €3, €2.99 dhe ja super vlen, është mat. Në fakt do më pëlqente e ndriçuar, por pastaj thash, edhe kështu nuk është keq. Kështu që vendosa që ta marr. Produkti tjetër që nuk ka lidhje me vjeshtën, por e kam marrë në kohën e kur bleva produktet për vjeshtën, është kjo nga Twinks, janë çajra që janë me shije, lule shtrydhe, limon dhe mburja, shalqi, bostan, si ta doni thojni, dhe premton nga shija. Dhe unë i pi shumë çajra dhe pse jo mos ta blija. Jemi te pjesa e çajit, kam bler këtë kokën këtu që është për të futur çajin brenda, edhe të shikoj se si apet. Apet shumë lehtë kështu, edhe mbyllet. Kështu dhe t'ju demonstroj. Fut këtu. Edhe shikoni se sa bukur ngjan tek gota. Bëm pak zhurëm që të mërzit një qik, por besoj se s'do bëj kaq zhurëm kur ta mbash në dorë. Për €2 më duket se e bleva, €2.50, diçka kështu. Nëse ju a gjej çmimet, por unë i kam bler gjë në korik. Imagjino, kanë dalë gjë në korik dhe tani që jemi tetor unë nuk i mbaj mend fare. Vazhdojmë me një produkt tjetër. Kam marrë këtë gjethen që është me të vërtet super e bukur. Dua t'i ble ndonjë qeri që është me erë super të mirë dhe i kam parë tek nuk e mbaj mend mirë, por do shkojmë bashkë t'i blejmë kësaj një qeri që të bëhet të ketë erë të mirë, dhe ato di që kushtojnë €7, janë shumë të vogla, por mbajnë erë super të mirë. Të vazhdojmë me pjesën kryesore, që është kjo këtu. Unë në fillim doja që të blija 2, por kisha lekët, thash, të blej një gjërat e reja, pastaj kthehem përsëri dhe marr një tjetër si kjo, por atë ditë të gjitha kishin mbaruar, i kishin marrë të gjitha, edhe kështu që më ngeli vetëm një. Kjo është super e bukur. Vazhdojmë me produktin e parafundit dhe është nga Pepko përsëri. Shumicat e gjërave i kam marrë tek Pepko dhe është një mbulesë, ka këto qinglaminglat këtu, edhe është me
A të hapim bashkë të shohim, se dhe unë drejt nuk e kam parë. Që nga me gjethe, me kërpull, shikoni, tem super vjeshte. Vazhdojmë me produktin e parafundit. Kjo duket gjëja e bukur këtu dhe do ta largoj. Ok. Produkti i parafundit ka kushtuar 2 euro dhe janë gjërat më të bukura që më kam parë syt. Që tregoj. Gjethe ka në formë, pritja ishte, ka në formë të bardhë, këtë ngjyrën edhe kafe, gjithashtu dhe kunguj. Këto shkrihen tek, nuk e di se dyja demonstroj, që futet qeriu i vogël brenda dhe këto jedh lart dhe mbajnë një super aromë, me të vërtet mbajnë një erë kanele, aq të bukur sa ju nuk e keni ide. Të vazhdoj me produktin e fundit, më në fund bleva një tjetër i riq, që do ta vendos diku që të ngjajë super shumë bukur. Unë di që kam bler gjëra të tjera, por e di që këtu te kjo video nuk do i mbaj mend. Kur të dalim do ja tregoj në një vlog tjetër. Dhe vazhdoj me këtë çantën nga Action, ku shkova unë te kushurira, se këtu në Firenze nuk ka Action. Shkova te kushurira edhe doja të blija gjëra për vjesht, por nuk kishte, ishin të paruara. Edhe çfarë bleva unë atje? Këto mikrofibrat që janë për strukuar fytyrën. Një doça është laras për trupin, ka shije erë mango. Ta kalojmë çik tej se duhet të mbahet me kujdes kjo se jo. Kam bler këtë kungullin këtu që dua ta vendos te banja dhe vë ndonjë lipstick që më duhet që e përdor më shumë. Produkti tjetër është një produkt për krem për duar, por unë nuk është se e përdor, por kur të bëj ndonjë video, pse jo mos ta përdor. Kam marrë një produkt tjetër nga Vaseline, edhe kjo është për duar, prit. Po, edhe kjo është për duar, se mendova mos e kisha marrë për trupin, se isha fiksuar që e kisha për duar, dhe era to i kanë super shumë të mira. Mora këto qerit që janë Air Wick. Vendoseni, bëjni screenshot. Këto janë erat më të mira që sa po i ndes merr e qith shtëpia erën aq të mirë të këtyre, edhe kushtonin shumë lirë. Nuk e mbaj mend çmimin, por kanë kushtuar shumë lirë, më shumë se 3 euro, nuk besoj. Kam bler këtë me vanilja, edhe kjo ka një super herë delikate. Gjithashtu e kam hapur, e hapa dje për t'i treguar, kjo ka erë modhe dhe kanele që do ta nxjerr tani, ta vendos dhe jam e sigurt që do bjeri një erë super shumë e mirë dhe produkti i fundit. Ka marrë një, që do thoni se këtu nuk duket. Produkti fundit janë, nuk e di nëse ndiqni koreanët që kanë ato pods gel brenda, i vendosin dhe për buzët, që hapin buzët, por dhe për highlighter ose për syt, dhe unë e bleva sepse më duhesh një. Thash mund ta përdor edhe kur vendos xixat në sy. Këto i marri super shumë mirë xixat. Mund të bënte 2 euro më duket, më shumë se 2 euro, jo. Tasim, kam marruar t'ju tregoj këtë nga Pepco. Dua t'ju them që këto janë maska koreane, kanë dalë te Pepco dhe shikojini çik. Kungulli këtu dhe gjysmë kungulli i prerë këtu. Shikoni sa bukur. T'ja shpjegoj një çik. Kur pash këto, doja të mirja të gjithë atë pjesën 100 copë që ishin aty, doja të mirja, por u përmbajta dhe thash, anis prit
provoj një këtë, nëse do të pëlqej, okej, merr, por pastaj thash, ty të dërgoj brende, të ka dërguar shumë maska, shumë gjëra të bukura. Pse duhet të blesh kaq shumë? Edhe përbajta veten thash, nëse më pëlqen kjo, atëherë mund të marr 10 copë, mos të marr të gjitha ato, se unë kam shumë. Edhe kështu vendosa që të provoj një këtë, edhe pastaj t'ju jap dhe juve një review, dhe pse jo mos ta blini dhe ju, sepse kushton shumë pak, €1.30. Edhe pjesa më e bukur është kjo. Ka marrë për derën për jashta një kungull, në fakt kishte edhe me kërpull, me kërpull, por unë nuk e mora, sepse kjo trishte më shumë sy dhe thash, okej Anisa, këtë ti e meriton, edhe po, e meritoja. Shikoni sa e bukur që është. Për sa i përket blerjeve, këto ishin të gjitha. E di që kam haruar diçka, por do ta shikoni në një vlog tjetër. Dhe ju mos harroni të më bëni një subscribe, një like, një share, pse jo të komentoni dhe mua do më bëhet shumë qefi, dhe pse jo mos më bëni një subscribe, sepse kjo gjë mua më ndihmon jashtëzakonisht shumë, edhe më bën që të motivohem akoma më shumë dhe të nxjerr video do një herë në javë më shumë. Kështu që si gjithmonë nuk duhet të haroj. Një puthje për juve, shihemi në vlogun tjetër. Mirupafshim.